Shqipe në udhëheqjen e profesoreshës Mujasira Ali. Dhe për sot kemi përgatitur analizë sintaksore dhe morfologjike të fjalëve. Unë jam Sara Alimi, udhëheqëse e projektit që sot do të realizojmë. Si fillim, ftojmë qetësorë. Shqiponja folen e bën në tokë. Ne së pari do fillojmë me analizën sintaksore të kësaj fjalie, ku do t'i gjejmë gjymtyrët kryesore të fjalisë, që janë kryefjala dhe kallëzuesi. Për të gjetur kryefjalën, ne do bëjmë pyetjen kush dhe do vi kështu. Kush folen e bën në tokë? Folen e bën shqiponja. Domethënë kjo është kryefjala. Ndërsa për të gjetur kallëzuesin, ne do bëjmë pyetjen çka? Çka shqiponja? Shqiponja e bën. Kjo është kallëzuesi folior. Tani do gjejmë gjymtyrët e dyta të fjalisë, që janë kundërinorët, rrethanorët dhe të tjerë. Për të gjetur kundërinorët, ne do të bëjmë pyetjen k. K, folen. Ky është kundërinori i tretë. Gjithashtu edhe e është kundërinori i tretë. Dhe për të gjetur rrethanorin, ne do bëjmë pyetjen ku. Ku në tokë, domethënë se ky do të jetë rrethanor vendi. Tani do vazhdojmë me analizën morfologjike, ku së pari. Shqiponja është emër. Ajo është në gjinin femërore, në numrin njëjës, në rasën emërore, sepse zakonisht kryefjala është në rasën emërore. Lakimin e tretë, sepse ka mbaresën A. Dhe në trajtën e shquar. Kjo është e kompletuar. Do vazhdojmë te folea. Së pari do ta shndrojmë me folea. Ky është emër. Në gjinin femërore, për shkak mbaresës. Numri njëjës. Në rasën kallëzore, sepse kundërinori zakonisht ndron në rasën kallëzore. Lakimi i tretë. Dhe trajta e shquar. Eja është trajtja e shkurtër e përembit vetor. Bën është folje. Do është bën më bëj. është në vetën e tretë. Zgjedhimi parë për shkak të j-s. Diateza veprore sepse veprimi vazhdon. Mënyra tëftore. Numri njëjës. Dhe në kohën e tashme. N-ja është para fjalë. Toka është emër. Është në gjinin femërore. Numri njëjës. Lakimin e tretë. Trajta është e pashquar. Dhe rasa është kallëzore. Në vazhdim kemi Elsa Lena.
Fjalia jote është drurin e shtrembët e ndreq zjarri. Së pari do të gjejmë gjymtyrët kryesore të fjalisë, kryefjalën e kallëzuesit dhe kryefjalën e gjejmë me pyetjen kush. Në këtë rast do jetë kush e ndreq drurin e shtrembët dhe do jetë zjarri. Pastaj kemi pyetjen çka për ta gjetur kallëzuesin dhe pyetja do jetë çka bën zjarri e ndreq. Kënd e ndreq zjarri drurin, që është kundrin e drejtë. Pastaj kemi e shtrembët që është mbjemër, do të thënë është përcaktuar. Dhe em që është kundrin e drejtë. Tash kemi analizën morfologjike. Drurin është mbjemër në djelin mashkullore. Fajtën e shquar, numri i njerius, në lakimin e parë dhe në rasën kallëzore. Pastaj kemi mbjemër të ndryshëm. Dhe eja është njëra. Tu kemi en që është trajt e shkurtër e preimikator. Pastaj kemi ndreq që është folje në vetën e treja, numri njerius në kohën e tashme, diateza vektore dhe në zhvillimin e dytë. Pastaj kemi zjarrin që është emër, në gjinin mashkullore, numri njerius, trajta e shquar, në lakimin e parë, në rasën emërore. Tani kemi Indril Didrizin. Fjalia jote është puna e sotme nuk lihet për nesër. Në fillim do ta bëjmë analizën sintaksore, ku gjejmë gjymtyrët kryesore, të cilët janë kryefjalat e kallëzuesit. Kryefjala që me pyetjen kush, do të thonë kush nuk lihet për nesër, në është puna. Edhe kallëzuesi lidhet me pyetjen çka, çka bën puna nuk lihet. Kallëzuesi bën. Tani gjejmë gjymtyrët e dy të fjalisë, e sotme është përcaktor, përcaktues. Dhe për nesër është rrethanor kohë, i cili lidhet me pyetjen ku. Tani vazhdojmë me analizën morfologjike. Puna është emër, në gjinin emërore. Trajta e shquar, numri njerius, lakimi i tre, rasa emërore. E është nyje. E sotme, mbjemër i ndryshëm.
Nuk është fjalë munduese. Lihet në është folje, veta e tretë, zgjedhimi I tretë, numri njëjës, diateza veprore, koha e dashme, për është parafjalë. E nesër ndaj kolegu. Tani kemi zemërie Selma. Fjalia është nuk vjen pranvera me një lule. Fillojmë me analizën sintaksore të fjalisë dhe gjejmë kryefjalën dhe kallëzuesin në mënyrë të saj kryesore. Kryefjalën e gjejmë në pyetje kush. Kush nuk vjen me një lule, pranvera kryefjalë. Çka pranvera nuk vjen kallëzues. Dhe me këtë nuk vjen pranvera, më vjen Dhe tani fillojmë me analizën e morfologjikë të fjalisë. Ku nuk është fjalë munduese. Vi folje, detaje, numri njëjës, koha e dashme, numra vektore, diateza veprore dhe zgjedhimi ma. Pranvera është emër, gjinja femërore, numri njëjës, lakimi I tre, rasa ndore, terna e shtuar. Me është një pjesës, një dy e patatuar, kimi njëja, emër, linja femërore, veta e bashkuar, numri njëjës, rasa kallëzore. Në radhë vjen Ariona Fetteja. Fjalia është puna të bën njeri. Në fillim do të fillojmë me analizën sintaksore, domethënë do të gjejmë gjymtyrët kryesore të fjalisë, kallëzuesin dhe kryefjalën. Kryefjalën do ta gjejmë në pyetjen kush. Kush të bën njeri puna? Kallëzuesi, çka puna bën? Do të vazhdojmë me gjymtyrët e dyta të fjalisë, domethënë që janë kundërinori I drejtë. Të gjejmë me pyetjen kë bën puna, ty të. Ashtu pastaj vazhdojmë të kundërinori I drejtë tjetër. Të gjejmë me pyetjen çka të bën puna, njeri. Tani do të vazhdojmë me analizën morfologjike. Puna është emër, gjinja femërore, trajta e shtuar, rasa femërore, lakimi I tre, të është trajtë e shkurtër e përemrit vetor.
mënyra dëftore. Njeri do të bëhet njeriu. Është emër. Gjinja mashkullore. Pastaj kemi është do të thënë është trajt e bashkuar. I përket takimit të dytë, rasa kallëzore. Radhën e ka Lina Beqiri me fjalinë "U shkëlqeni syt nga lumturia". Së pari do të bëjmë analizën sintaksore dhe pastaj analizën morfologjike. Fillojmë me pyetjen cilët shkëlqenin nga lumturia, syt, e gjetëm kryefjalën. Çka syt shkëlqenin, që është kallëzuesi. Pse shkëlqenin syt nga lumturia? Megjithëse e gjetëm me pyetje pse, kemi rrethanur shkaku. Kujt u shkëlqenin syt atyre? Atyre u, që është kundrinori i shërim. Tani shkojmë me analizën morfologjike. U është trajt e shkurtër i përembërit e dorë. Shkëlqenin e kemi folje, do të thënë shkëlqen. Në këtë rast jeta tretë. Numri shumës. Koha e dashur. Mënyra dëftore. Zgjedhimi i parë. Dhe gjakesa dëftore. Syt e kemi emër. Do të thënë syri. Gjinja mashkullore sepse mbaron me ti. Numri shumës. Trajt e ashtuar. Rasa emrore. Edhe lakimi nga e kemi para fjalë. Kurse lumturia kemi emër. Gjinja emrore sepse mbaron me a. Numri njerëz. Thank you.
me fjalinë, Skënderbeu luftohet për mbrojtjen dhe lirinë e Afrit. Tani do të filloj me analizën sintaksore, këtu kemi pyetjen e kush, pa Skënderbeu, kjo është kryetjar. Kemi pyetjen çka, luftoj, kjo është kallëzues. Dhe kemi përse, rrethanori çobi. Dhe na mbetet e adet, i cili është përcaktuar e përcaktues. Tani fillojmë me analizën morfologjike. Tani do të fillojmë me analizën morfologjike të fjalisë, ku kemi fjalën Skënderbeu, cila është emër, gjinja mashkullore, numri njerëz, trajta e shuar, lakimi i dy dhe rasa e mërë. Luftoj bëhet luftoj, është ponje, beta e tretë, numri njerëz, është shkolla e thjeshtë, mënyra doktore, zgjidhimi i parë, dhe diateza veprore. Për e kemi parafjalë, mbrojtja bëhet mbrojtja, është emër, gjinja emërore, trajta e shuar, numri njerëz, lakimi tretë dhe rasa kallëzuar. Dhe është njëse, kurse liri bëhet liria, cila është emër, gjinja emërore, trajta e shuar, numri njerëz, lakimi tretë dhe rasa kallëzuar. E Aldeu është mbiemër i njëshëm, dhe mbiemër përcaktuar. Faleminderit për vëmendjen dhe që u kyçët në orën tonë. Shpresojmë që kjo t'ju ndihmoj edhe juve, sidomos në analizën morfologjike dhe sintaksore të fjalisë. Bëni like dhe subscribe tek Literatur Corner me Asera Aliu Prof. Like and subscribe at Literatur Corner me Asera Aliu Prof.